Vjon tjetë problematike situata me mbeturinat në brigjet e lumit Kir, këtu pranë varrezave të dëshmorëve, ku tonelata mbeturinash inerte dhe urbane hidhen çdo ditë, duke ndodhur krejtësisht këtë zonë. Brigjet e lumit Kir vijojnë të ndoten nga mbeturinat e ndryshme, të cilat hidhen pa kriter nga personat e papërgjegjshëm, duke kthyer këtë zonë në një landfill. Mbeturinat si inerte ashtu dhe urbane depozitohen pa u shqetësuar nga askush, duke shkaktuar kështu një dëm të konsiderueshëm për mjedisin, pasi ato shpeshherë edhe digjen. Ndërkohë kjo problematikë ka dëmtuar edhe shtratin e lumit Kir, pasi materialet e shumta inerte të hedhura ndër vite ka ndryshuar edhe rrjedhjen e lumit. Aksionet nga institucionet për ndëshkimin e personave që ndodhin në ambientin nuk kanë munguar, ku vetëm pak ditë më parë një person u ndëshkua me xhop, pasi u konstatua teksa depozitonte mbetje pranë lumit Drin, ndërsa një thirrje i bëhet edhe qytetarëve që të njoftojnë sa herë që konstatojnë shkelje të tilla si ndotja e ambientit.